informacionet që ne posedojmë është se njerëz kryesor të krimeve në Kosovë janë strehuar në Serbi ose në Spanjë. Pra, t'ja them të qartë, në asnjë rast nuk kemi vërtetuar gjatë hetimeve tona se parat e krimit kanë sjellë zhvillim. Përkundrazi, kanë dëmtu ekonominë e vendit dhe kanë cënu rendin juridik dhe sigurinë e vendit. Prokuror, ç'është struktura e krimit organizuar në Kosovë? Thjesht në Kosovë nuk mund të themi se kemi strukturë të qartë të familjeve kriminale, sigurisht se mund të kemi të ngjashme në shtetet ndryshme, apo ndonjë strukturë shumë zhvilluar që mund të ketë lidhje të drejtë për drejtë edhe me institucionet shtetërore. Megjithatë, ne kemi pasur hetime ku kemi targetu grupe të ndryshme kriminale që merren me trafikimin e heroinës, merren me trafikimin e kokainës, merren me trafikimin e qenjeve njerëzore dhe krime kibernetike. Thjesht këto grupe të hetuara kriminale janë të mirë strukturuara dhe bashkëpunojnë ngushtë edhe me grupet kriminale jashtë Kosovës. Nga hetimet që kemi pas deri me tani, kemi ardhur në përfundim se ekzistojnë grupe kriminale që merren me heroin nga Turqia, kemi grupe kriminale që merren me kokain nga shtetet e Amerikës Latine, pastaj kemi grupe kriminale që merren me marijuanë që ndërlidhen me Shqipërinë, dhe kemi edhe kontrabandim të migrantëve nga Siria dhe Afganistani. Dua të shtoj edhe një fakt se në rajon ka grupe kriminale të cilat janë të interesuar të infiltrohen brenda territorit Kosovës me qëllim që të zhvillojnë aktivitete kriminale të kundërligjshme. Prej analizave që janë bërë prej prokurisë speciale, a kanë përfituar shumë të mëdha të parave këto grupe kriminale që kanë operuar në Kosovë dhe përreth saj? Në fakt, veprimtaria e grupeve kriminale që prokuria speciale i ka hetuar, lirisht mund të them se kanë përfituar sasi të mëdha të hyrave të kundërligjshme. Prandaj ne jemi duke i gjurmuar nëse ato të holla i kanë investuar në Kosovë apo jashtë saj. Ne në disa raste kemi arritur edhe të dokumentojmë, të faktojmë përfitimet e këtyre grupeve kriminale, siç janë rastet e sekuestrimit të apartamenteve, të shtëpive, kemi sekuestruar vetura luksoze, sasi të mëdha parash në kesh, bëhet fjalë për vlera milionëshe, të cilat ishin të fshehura nëpër apartamente të ndryshme, e deri tek bllokimi i xhirologarive bankare me shuma jo të vogla të parash. Në cilat zona dhe veprimtari shpërlahen më shumë të parat në Kosovë? Ne e identifikojmë kryesisht sektorin e ndërtimit. Këtu është më së lehti të shpërlahen paratë e fituar në mënyrë të kundërligjshme, por natyrisht nuk përjashtojmë as sektor të tjerë, sektorët e veturave, për shembull sektorët e restoranteve, apo edhe investimi në kriptovaluta me qëllim që të pastrohen paratë e krimit. A mrin prokuria me i hetuar shpërlarjen e parave duke e përdorur bashkëpunimin ndërkombëtar? Më lejo të theksoj një fakt, sa i përket aspektit bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, ne si prokurori jemi të dëshmuar se jemi të përgatitur profesionalisht edhe jemi partner serioz të shteteve tjera, qoftë rajonit, qoftë Evropës, megjithatë ne kemi një pengesë, nëse mund ta quaj kështu juridike, sa i përket qasjes në informacione në institucionet ligjzbatuese ndërkombëtare. Për shembull, jemi të hendikepuar në qasjen e informacioneve në Interpol, Europol, Eurojust e kështu me radhë. Një informacion që një shtet anëtar i Interpolit mund ta merr për 1 ose 2 ditë, ne nuk mund ta marrim ndoshta edhe për 1 vit. Prandaj lufta e suksesshme e krimit ndërkufitar përfshirë pastrimin e parave, unë mendoj se bëhet e suksesshme plotësisht nëse kemi bashkëpunim plot me të gjitha shtetet e rajonit. Nëse ne i referohemi Serbisë, për shembull, ose edhe Spanjës,
Unë me kompetencë thamë se nuk mund të gjërmohet asnjë vepër kriminale me këto dy vendet, të cilat fare nuk bashkëpunojnë me neve. Informacionet që ne posedojmë është se njerëz kryesor të krimeve në Kosovë janë strehuar në Serbi ose në Spanjë. Prandaj unë apeloj që të ketë parasysh ky fakt dhe Kosovës të mundësohet qasje e barabartë në të institucione legjizbatuese. Edhe për kundër faktit se këto vitet e fundit, Eurojusti dhe Europoli na kanë ofruar lehtësira bashkëpunimi, duhet ta potencoj faktin se ne si prokurori speciale kemi të lidhura gjite me shumë shtetet rajonit, gjitet në kuptojnë ekipet përbashkëta hetimore dhe kemi pas operacionet përbashkëta ku kemi tregu profesionalizëm dhe po besoj se nëse në një të ardhme të afërt ne do të kemi pjesë e barabartë e këtyre institucione legjizbatuese, do të kemi suksese edhe më të mëdha. Për shembull, kemi me Republikën e Shqipërisë, kemi me Republikën e Maqedonisë së Veriut, por kemi edhe me shtetet anëtare të BE-s, të cilat na i lehtëson Eurojusti. Ne, thjesht si prokurori speciale, rastet tona janë vlerësuar, i kanë marrë çmime ndërkombëtare për punën që kemi bërë dhe ne jemi të gatshëm të vazhdojmë me një aktivitet të tillë, me një profesionalizëm të tillë. Kjo bëhet thjesht fal profesionalizmit dhe fal besimit reciprok që ndërtohet mes prokurorisë speciale dhe homologëve tonë në vendet ndryshme, qoftë rajonit, qoftë të Evropës së Magjore. Pse duhet Kosova me luftu shpërlamin e parave? Shpërlarja parave nuk sjell asnjë të mirë, nuk sjell zhvillim ekonomik. Përkundazi, shpërlarja parave e dëmton ekonominë, e cenon sigurinë dhe drejtësinë. Prandaj luftimi i shpërlarjes paras nuk duhet t'i lehet vetëm autoriteteve kompetente. Kjo duhet konsiderohet edhe si një mision i përgjithshëm. Duhet marrin pjesë gjitha institucionet financiare, bizneset, shoqëria civile, të organizohemi, të denoncojmë dhe të bashkëpunojmë me qëllim që të kemi një ekonomi të shnosh, një ekonomi të mirëfjellët, një sundim të ligjit drejt, një siguri për gjithë qytetarët që jetojnë në Republikën e Kosovës. T'ja them të qartë, në asnjë rast nuk kemi vërtetuar gjatë hetimeve tona se parat e krimit kanë sjellë zhvillim. Përkundrazi, kanë dëmtu ekonominë e vendit dhe kanë cenu rendin juridik dhe sigurinë e vendit.